Sezoni 7 i emisionit She's on Top pritet të nisë shumë shpejt. Deri më tani është bërë i ditur vetëm emri moderatores dhe ajo është Sara Gjordini. Kjo e fundit ka premtuar që ky sezon do të jetë plot me surpriza. Por ndërkohë, sot janë zbuluar disa detaje të reja që kanë tronditur fansat e Brikenës. Stafi i emisionit i pyetur nëse Brikena Selmani do të jetë pjesë e jurisë është përgjigjur në këtë mënyrë. Asgjë nuk është e konfirmuar. Jemi në tentativave të forta sepse ka personazhe të rëndësishme të këtij edicioni, por edhe të edicioneve të tjera. Jemi në periudhë tradativash dhe vendosjesh, por një gjë është e sigurt, që 2 prej anëtarëve të jurisë janë të konfirmuara dhe po presim dhe 2 ditë që t'i shpallim. Doli në një njoftim stafi i emisionit. Ky lajm që Brikenën do ta shohim sërish në televizion ka gëzuar tejmase fansat e Brikenës, duke shpresuar që ajo të jetë afër tyre me një projekt televiziv sa më të suksesshëm. Ne duhet të rikujtojmë se Brikena Selmani dhe Mateo Borri krijohen një romancë mjaft të dashur për publikun për sa kohë ishin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Këmbgulja e Mateos bëri që dashuria e tyre më në fund të triumfojë, dhe këtë gjë ata po e bën edhe pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.